Përshëndetje miqtë të dashur, mirë se vini në një tjetër takim për të vazhduar javën në ditë e re. Sot nuk jam vetëm, ka ardhur Gerti që në mëngjes. Se mjaft me darkën, tashmë një pjesë të mëngjesit. U kthyem boll me Stelën vetëm, megjithatë jam i bindur, keni qenë shoqërinë në një mëngjesi, po kaq intensiv. Europiani mbaroi, kthehemi bashkë dhe vijoj me transmetimet e mëngjesit. Natyrisht deri në orën 9 në ditë e re si kundër përcolli edhe kolona zanore për çdo mëngjesshme. Ne do të jemi këtu me të ftuarit e sotëm, dhe natyrisht unë vi më tepër si ftuar sot, për shkak të impulsivitetit apo intensitetit. Ja futesh në linjë direkt. Sa përshë aktualitetin që ka vrull, ka goxha informacion, natyrisht futesh në të linjën e përcjelljes së informacionit, paktën në startin e emisionit ditë e re, kështu që menjëherë me Gertin bëjmë atë monitorimin e ngjarjeve. Si përherë, arrestime, vrasje, grabitje, në një farë mënyrë janë ngjarjet cilat janë bërë tashmë tipike në Shqipëri. Arrestohet zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Ilias Labi, me akuzën e abuzimeve në tendera. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka vërtetuar se Labi bashkëpunonte me 4 administratorë të kompanive që ofronin ushqimin për të burgosurit për të përcaktuar paraprakisht fituesit e tenderave. Hetimet kanë treguar se zyrtari i lartë përfitonte 2 milion lekë të reja për procedurat lehtësuese që u ofronte kompanive. Pas arrestimit, Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka kërkuar shkarkimin e zëvendës drejtorit të burgjeve, ndërsa njoftoi se procedurat për largimin e tij nga detyra kishin nisur prej kohësh. Një tjetër grabitje spektakolare ndaj një banke të nivelit 2 ka ndodhur mesditën e djeshme në qytetin e Vlorës. Burimet bëjnë me dije se 2 persona të armatosur dhe me maska kanë grabitur në kohë rekord zyrat e një banke në qendër qytetit pranë sheshit të Flamunit. Grabitësit kanë neutralizuar 2 rojet private, duke kërcënuar me armë dhe kanë mundur të marrin parat nga 2 sporteret e bankës. Policia ka ngritur postbllogje dhe ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë, por nuk ka rënë në gjurmë të autorëve. Ministria e Drejtësisë ka prezantuar në Komisionin e Sigurisë ndryshimet në kodin penal, të cilat zbusin ndjeshëm masat për armëmbajtjen pa leje, nen që u shfuqizua nga gjykata kushtetuese. Ministri Manjani ngriti shqetësimin se ndryrjet e shpeshta në kod kanë krijuar vakume në zbatimin e tij, ndaj ai tha se po punohet për një kod të ri bazuar në praktikat më të mira europiane. Kryetari i Komisionit të Sigurisë Spartak Brao dhe deputeti i PD-s Aqif Rakipi kërkuan Manjanit që të iniciojë një amnisti për gjithë qytetarët e dënuar për armbajtje me kodin e shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Shija e konsensusit që la diplomatia e lartë amerikane Victoria Nuland po përtytet nga 2 selit e partive të mëdha në vend. Partia Socialiste ishte hapur dhe dha qëndrimin e saj pro propozimit të ri amerikan, duke mbështetur formulën që solli me vete Nuland dhe që ka bazë forcimin e kritereve të përzgjedhjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kryeministri Edi Rama deklaroi se shumica do të mbështesë propozimin e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian që në asnjë rast nuk synon thelbin e reformës në drejtësi. Dalim nga Bashkimi Evropian në mënyrë të suksesshme, si dhe krijojmë një vizion pozitiv për të ardhmen e vendit, ka qenë kjo deklarata e Theresa May, e cila pritet të emërohet kryeministre e Britanisë Madhe ditën e mërkurë. Pavarësisht se në fushat mbështeti iden e qëndrimit brenda bllokut, 59 vjeçaria është zotuar se do të respektojë maksimalisht vendimin e qytetarëve të Britanisë Madhe. Dhe mbyllim me këtë lajm, natyrisht pas pak kemi dhe monitorimin që i bëjmë faqeve të para të gazetave, por paraprakisht shkojmë dhe shohim çfarë ndodh me motin, nëse temperaturat vazhdojnë të jenë kështu të nxehta, por konkretisht për Shqipërinë, rajonin dhe botën i sjell ky insert. Mirë, tani do të vim tek pasqyra e shtypit për ditën e sotme, marr 12 korrik 2016, jemi me organet e shtypit të shkruar. Nisim si çdo mëngjes me gazetën Koha Jon, e cila çel edhe pasqyrën e shtypit. Titulli qendror: I pagova 110.000 euro Edi Ramës për një televizion, është titulli kryesor i gazetës Koha Jon. Letër e hapur e deputetit Partisë Socialiste Vladimir Kosta, drejtuar kryeministrit të vendit, letra botohet në këtë të përditshme. Në titujt e tjerë, reforma në drejtësi, Rama, propozimi i ri plotson kërkesat. Pse nuk e pranon PD-ja? Shpyetja që shtrohet në artikullin në vijim. Opozita, Flamur Noka, hetim parlamentar për përgjimet. Editorial nga Nikol Lesi, po vjen me vrap plani D. Opinion nga Artur Zhej, këtë drejt Lart Kosta, shkruan Zhej në artikullin e tij sot për Koha Jon. Opinion nga Frok Qupi, djalli i veshur në drog. Ministri Blend Klosi, marrëveshje me Maqedoninë për njojjen e sigurimeve. Në foto, Ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Blend Klosi gjatë takimit me homologun e tij maqedonas Dime Spasov.
Në titujt e tjerë, analizë nga Gjovalin Gjeloshi, bujësia, e lumja unë çka dëgjoj, e mjera çka shoh, analiza botohet rreth situatës në bujësi sot tek koha jon. Koment nga Sokol Balla, jo më në dorë të Amerikanëve, pyet gazetari Sokol Balla në opinionin e tij. Osheja, skema e re për debitorët, këste fikse 2800 lek, materialin faqen 17. Mediat italiane shkruajnë Shqipëria më e mirë për turizëm se sa Greqia, artikulli në brëndësi. Hetimet Vlorë grabitet banga në qendër të qytetit. Vizita në Shtetet e Bashkuara, Panariti deklaron prandej asistencë amerikane për laboratorët e analizave. Këto ishin titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon, e vim tani të gazeta shqiptare për sot. Shohim materialin kryesor të kjo e përditshme, kompensimi i energjisë, kategoritë e reja që përfitojnë hynë fuqi vendimi parat për pensionistët në qytet dhe në fshat. 648 lek të reja në muaj për familjet me pension social, ato që nuk e kanë kontratën e emër të kryefamiljarit dhe familjet që marrin pension fshati, por jetojnë në qytet, materialit e gazeta shqiptare për sot. Opinioni ditës nga doktor Faruk Borova, reforma në drejtësi shumë zhurmë për asgjë, pyetja trajtohet tek komenti i sotëm tek gazeta shqiptare si opinioni ditës. Korupcioni me tenderat e vezve dhe të bylmetit në prangas vëndës drejtori burgjeve, arestohen 4 krerë kompanish, shkrimi në faqen 9. Deputeti Lat Kosta, letër Edi Ramës, iki nga PS-ja, aty vlerësohen të fortët socialistëve ngelen rrugve, shkrimi dhe letra e deputetit Vladimir Kosta, botohet te gazeta shqiptare. Në titujt e tjerë, reforma, flet Rama, propozimi i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, akomodon kërkesën e Partisë Demokratike. Zbulohet varianti hibrid i Victoria Nuland, shkrimi në faqen 2. Sërish nga drejtësia, Basha takon ekspertët e PD-s dhe deklaron shqyrtim i 7 projekt ligjeve. Gjyqtari, prokuroria citon Tahiri akuzoi Aliajin pamjet nën sekuestro. Borxhlin të energjisë, Osheja, skema e re 2800 lek këst fiks për familjarët, materialin në faqen 7. Në foton kryesore, foton nga pamja e djeshme, një nga bangat e nivelit 2 në Vlorë, grabitje në sheshin e Flamurit, maskat marin 2 qese me para, Vlorë të rinj të armatosur, mësy në bank, sekuestrojnë pamjet. Policia deklaron 2 agresorët veshur me kamuflash, morën xhiron ditore, dyshohet 15.000 euro. Lulzim Basha i opozitës denoncon e 4-ta brenda 18 muajve, materialin faqen 12 e gazeta shqiptare për sot. Universitetet, formulari A1Z, maturantët para 2016 aplikojnë nga 13 koriku. Dosja e prokurorisë, gjykata i jep 14 vite burg, si u kap me drog Arben Prendi. Këto ishin titujt e gazetës shqiptare, ne do të ecim të vim tani tek Shekulli për sot. Shohim materialin kryesor të gazetës Shekulli në këtë numër, titulli qendror, borxhet e energjisë ulen këstet, shkruan Shekulli. Vendimi Osheja miraton propozimet për lehtësimin e pagesave të familjarëve, akt marrëveshje të reja me familjet debitore dhe kategoritë që reduktojnë kamatën. Ulet shuma për familjet që paguanin deri në 7.000 lek në muaj, dokumentet që duhen quar në Oshe, artikulli tek Shekulli për sot. Grabitet banka në Vlorë, dëshmitarët rrëfejnë të merin, grabitësit marrin peng grojën dhe qëllojnë me plumba të këmbët, gruan me fëmijë që po depoziton të 1 milion lek, zhduken me benzin e vjedhur, shkrimi tek Shekullin faqen 10 dhe 11 rreth grabitjes bankës dje në Vlorë. Dosja tenderat prangas vëndës drejtorit burgjeve dhe biznesmenve përkatës. Regulloria, mjekët pa kredite ndryshon provimi profesional. Kur e ardhmja e një maturanti kushton 900 lek të vjetra, një shkrim nga Ilir Paja botohet në rubrikën opinion tek Shekulli për sot. Debatet ndryshon kodi penal, ulen dënimet për armëmbajtjen pa leje. Në titujt e tjerë do të veçojmë reforma në drejtësi, propozimi hibrid, ja pikat e PD-s dhe të PS-s. Shkodër, fermerët deklarojnë duani ynë 2 vjet stok në magazina, me banorët që jetojnë me kultivimin e duanit, ankesat, problemet dhe mungesa i një tregu të sakt si në malin e zi, shkrimi në faqen 14 tek Shekulli në këtë numër. Lushnje, specat hidhen në kanale, fermerët ankohen për plehrat kimik.
ishin titujt e gazetës Shekulli. Ne do të ecim më tej, do të shkojmë tani tek e përditshmja tema, shohim materialin kryesor të gazetës Tema për sot. Në foton kryesore, lideri i opozitës Lulzim Basha gjatë takimit me ndihmës sekretarin amerikan e shtetit Nuland. Për çfarë gëzohen njerëzit e PD-s që thrasin fitore, pyet Tema në pritje të përgjigjes së Bashës, shkrimin faqen 4 dhe 5 tek kjo e përditshme. Editorial shkruar nga Mero Baze, Lulzim mos gënje avokatin. Koment nga Andi Bushati, nuk është turp të jesh anti-amerikan. Një shkrim nga Nikol Loka, Skënderbeu si vrasës si muslimanve dhe neo-osmanizmi si dukuri tragjikomike. Opinion nga Desada Metaj, Viktoria Nuland dhe hileqarët e Tiranës. Kreu i PD-s së Vlorës, shpërthenda i Bashës, na keni shfrytzuar dhe vjedhur dhe tani na flakni në rrugë, është denoncimi që vjen nga kreu i PD-s së Vlorë, Mojsi Meminaj. A u paguan 150.000 euro për të lëvizur prokurorin e Erben Prendit? Pyetja trajtohet tek kjo e përditshme. Tenderi për Bulmet dhe Vez arrestohet për korrupsion, zëvendës drejtori i burgjeve. Mbetemi gjithmonë të gazeta Tema, Viktoria Nuland dhe shahmatin amerikan kundrejt Saliut, thekson avokat Spartak Ngjela. Cëriku ose regjimi i Pinochetit, shkrimin faqen 11 tek kjo e përditshme. Ne do të ecim të vim tani tek Mapo për sot. Materiali kryesor i gazetës Mapo në këtë numër zbardhen negociatat, rolit huajve, pika që mban ende pezull reformën. Shkruan Mapo, pas vizitës së zyrtares amerikane Nuland, duket se palët kanë gjetur kompromisin për gjysmën e propozimit, ngritjen e komisionit ad hoc me përbërjet barabartë antarësh në kuvend. Në diskutim mbetet roli vendimarrës si ekspertëve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në përzgjedhjen e antarëve të komisionit vetingut, për të cilin pritet përgjigja e Partisë Demokratike. Rama reagon, i rëndësishëm filtri dhe jo kush mbush shishen, jemi gati për çdo skenar. Në titujt e tjerë në rubrikën afër dhe larg nga Hilal Elver, materiali kriza e thellë e varfërisë dhe zgjidhjet kundër saj, përkthehet dhe përshtatet për Mapon. Tenderi 220 milion për gjymet e zëvendës drejtorit burgjeve, po nuk erdhe sot, mos hajde më. Gjykata e krimeve të rënda urdhëron arrestin e zëvendës drejtorit përgjithshëm të burgjeve, Ilyas Labi, dhe 4 biznesmenëve të cilët do të ofronin 2 milion lekë rishfet për tenderin e ushqimeve në burgje. Biznesmenët përcaktonin mes tyre se cili do të fitonte tenderet, ndërsa zëvendës drejtori i kërkonte përfitime për krimin e lehtësirave, Manjani kërkon shkarkimin e zëvendës drejtorit të burgjeve, shkrimi tek Mapo për sot. Veçojmë në titujt e tjerë, Partia Socialiste humbet një tjetër deputet, letra e Lat Kostës me akuza për Edi Ramën. Vladimir Kosta i ka nisur një letër Edi Ramës ku i bën të ditur se është larguar nga grupi parlamentar i PS-s. Ai e quan Ramën mos mirënjohës, ndërsa i kujton se ka paguar 110.000 euro me kërkesë të tij një televizioni në Berat. Në suplementin Mapo Ekonomi, sot veçojmë Shqipëria e kapur në flagrancë nga plakja. Brenda 10 vite Shqipëria pritet vuaj kostot e larta të plakjes dhe paksimit popullsisë, teksa institucionet janë të vonuara dhe nuk po marrin masa për parandalimin e këtij fenomeni. Opinion nga Ndriçim Kulla, kush e sabotoi efektin Nuland. Koment nga Daniel Byman, ja se si lufta nxit terrorizmin, shkrimi në faqen 11. Editorial nga Besart Kadia, biznesi ka nevojë për qartësi. Vlorë, persona të armatosur dhe të maskuar grabisin 35.000 euro. Ngjarja e rëndë ndodhi dje në qytetin e Vlorës, ku një bankë e nivelit të dytë u bë pre e sulmit. Akuza sulmet e Tajirit ndaj gjyqtarit sekuestrohen pamjet e konferencave. Këto ishin titujt e gazetës Mapo. Vazhdojmë të jemi tek pasqyra e shtypit, vim tani tek gazeta Dita për sot. Materiali kryesor i gazetës Dita në këtë numër, ikën Ladua, shkruan Dita në këtë numër, teksti vulgar i dorëheqjes së deputetit. A ka nisur pazari i votave të reformës? Shkruan kjo e përditshme. Deputeti Vladimir Kosta largohet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Letra e hapur, një tufë mbetjesh të vjetra me sharje dhe gjuhë kamionistësh. Pse pikërisht tani? A ka nisur pazari i votave për reformën në drejtësi? Pyet gazeta Dita në titullin e saj, ikën Ladua. Reforma umbars dhe napolli një mushk, vargjet e Arbendukës për zhvillimet e reja të reformës në drejtësi, çtot formula që propozoi Nuland, çfarë kanë deklaruar palët. Në brendësi,
një material nga Ilo Foto, pse jam kundër votimit të presidentit nga populli. Mesazhi që Falcone do të jepte shqiptarëve, letra në redaksi në lidhje me reformën në drejtësi. Kompensimi i energjisë për pensionistët, ja detajet zbardhet vendimi. Dhe në suplementin arkthim, 5 faqe për plazhistët, zbavitje, fjalë kryq dhe lojra. Në titujt e tjerë veçojmë kujtimet e Servet Plumbit, tashmë të përcjella dhe në libër, kontaktet sekrete të Nanos me Ramiz Alin, president. Këto ishin titujt e gazetës Dita për sot. Ne vim tani tek e përditshmja Telegraf. Materiali qendror i gazetës Telegraf, Rama, llapisti më i mirë në botë, shkruan Telegraf për sot. Deputeti i mazhorancës shpërthen kundër rilindasve. Lat Kosta largohen përfundimisht nga Partia Socialiste pasi të fortët e drogës, arrogantët dhe poshtërsitë e ministrave dhe stafit rilindasve nuk njohin kufi. Si e largojnë nga puna socialistin e ndershëm, drejtoresha e Sajmirit, ndërkohë që çamve u janë dhënë drejtoritë më të fuqishme dhe që kapin miliarda euro. Socialistët të sollën pushtet, por ti i rrugëve sepse je mos mirënjohës, ja letra e plot e deputetit Lat Kosta, drejtuar kryeministrit dhe që përfshihet sot te gazeta Telegraf në këtë numër. Veçojmë në titujt e tjerë drafti final për drejtësinë, ngritja dhe funksionimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe zgjedhja e kryeprokurorit. Hidhen në erë miliona euro, qindra familje të Shkëmbikavajës padisin Dashamir Gjikën për heqjen e mbikalimit. Korupcioni në arsimin e lartë, universitetet shtetërore, grope zez me zullume shefash dhe profesorësh që duen hetuar. Politika e ditës, Qemal Lame, si e duam shtetin e së drejtës, Zef Preçi, kriminalet politik me kollare, Simon Mirakaj, deti ndrejime pas 24 vitesh. Në titujt e tjerë veçojmë ditari sekret i mjekut të Enverit në rubrikën dosier, Dr. Luka Iqimi, Fejzi Hoxha midis të mëdhenjve të byros politike, raportet me mjekët rus dhe francez, shoqërimi i Snikapos në Moskë dhe Paris dhe dëshmi që dalin për herë të parë. Opinion nga Ëngjëll Musaj, drejtor i gazetës Telegraf, Vlora pa asgjë. Koment nga Artur Zhej, ka të drejtë Lat Kosta. Në materialet e tjera, Flet Kastriot Myftara, historiani turk ngjante më tepër si oficeri zyrave speciale të shërbimeve të fsheta, po të mos ishte Skënderbeu, osmanët do kishin pushtuar Anglin. Emigracioni, punësimi në Maltëzi, paga deri në 1.500 euro, përfitimet e shqiptarëve nga shtetësia e huaj, fëmijët e emigrantëve me leje personale. Këto ishin titujt e gazetës Telegraf. Shkojmë tek Standard për sot, titulli qendror, raporti i OKB-s, Shqipëria krah për krah me Kolumbinë dhe Xhamaikën për Ashashin, shkruan Standard në numrin e ditës së sotme. Kallëzimi i KLD-s, sulmi ndaj gjyqtarit Aliaj, prokuroria do të marrë në pyetje ministrin Tahiri. Ndryshimet në kodin penal në 3 vite 17 ndërhyrje, Rama i LSI-s, munges vizioni dhe serioziteti në trajtimin e ligjeve. Armbajtja pa leje, manjani, absurditeti kodit më parshëm, armbajtja dënoi njësoj si terrorizmi, shkrimi nga politika tek Standard për sot. Veçojmë në titujt e tjerë, abuzimi me tenderat, arrestohet zëvendës drejtori burgjeve, ministri reagon me njerë të shkarkohet. Komision ad hoc si që kërkoi PD-ja, seleksionim ndërkombëtar, pra paskenat e negocimit, propozimi Nuland, zbulohet formula për drejtësinë. Zbardhet letra e dorëheqjes së Lat Kostës, PS ikën një tjetër deputet, Kosta Ramës, për ty pagova 110.000 euro. Nuk kanë të ndalur, vidhet në mes të ditës banka në Vlorë, autorët të veshur me kamuflazh, shkrimi në faqen 5. Opinion nga Nebil Çika, pse po heshtet për pjesën e pasme të ndryshimeve kushtetuese. Sulmet kundër Skënderbeut, strategji kundër identitetit kombëtar, një material nga profesor Piro Prifti. Pse thuhet fe dhe atë dhe? Pyetja trajtohet në opinionin nga Gëzim Llojdia. Këto ishin titujt e gazetës Standard, vim tek 55 për sot. Materiali i qendror i gazetës 55 për të numër, Nuland rrëzon abuzimin e Ramës me ndërkombëtarët. Shkruan gazeta 55, kryeministrit ju thërmua krejt propaganda e ngritur mbi përkrahjen e pakushtëzuar që ka nga ndërkombëtarët për të mos respektuar ligjet dhe kushtetutën, por për të vendosur regjimin e tij të hekurt që prish sistemin kushtetues në vend dhe instalon një sistem të ri piramidal, ku në krye do të ishte ai vetë.
Ndërkombëtarët folën me anë të ndihmës sekretares Nuland, tashmë është kuptuar se s'përkrahet asnjë tentativë për blerje votash në parlament dhe asnjë përpjekje për të shkelur pavarësinë e institucioneve. Në titujt e tjerë veçojmë qeveria Rama në sezon grabitje bangash, grabiten thasët me para në filialin bankar në mes të Vlorës. Basha, kur vendin e qeverisin grabitës me kostum, veç grabitje me maska do të ketë. Kreu i opozitës denoncon sërish njëra grabitje me armë pason tjetrën dhe nuk janë vetëm milionat me euro që pavullojnë çdo ditë, por më rënd është vjedhja e çdo standardi sigurie. Skandali i përgjimeve, PD-ja depoziton në kuvent kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor. 13 ditë në akuzë për financimin e krimit federal, Rama nuk përgjigjet ku i mori $80.000. Raporti OKB-s, fitimet nga drogat në Shqipëri, sa hidrocentralet. Ujqërit e Anadollit dhe delet shqiptare, një material nga Gani Mehmetaj. Obama planifikon të realizoj listën e tij dëshirave bërthamore, një material tek Washington Post përkthehet dhe përshtatet për 55. Në rubrikën dosier nga Kastriot Dervishi, procesi shtatorit 1990 për dënimin e fajtorëve. Mirdita përmes traditës kuvendore, një material nga Kastriot Marku. Dhe në suplementin, Japonia një mik më i afërt se Kina, diplomacia e Japonisë në dilem për të përballuar aktivisht kërcënimet ruse. Këto ishin titujt e gazetës 55, vim tek rilindja demokratike, organ i Partisë Demokratike. Në foton kryesore, deputeti tashmë ikur i Partisë Socialiste Lat Kosta shpërthen deputeti i PS-s si i blen Rama mediat dhe lidhjet me të droguarit. Deputeti Kosta denoncon aferat e Ramës me blerjen e televizioneve, lidhjet me të droguarit dhe paralajmëron të tjerë janë gati të largohen nga Partia Socialiste, je mos mirënjohës. Dita normale e një vendi të rënë në anarki, opinion nga Bledi Kasmi tek rilindja demokratike. Në titujt e tjerë veçojmë Ramistan. Maskat e qeveris grabisin me armë bankën në qendër të Vlorës, asnjë ndaluar. Në pranga zëvendës drejtori burgjeve, vidhte tenderat e ushqimeve, shkrimi në faqen 8. Raporti Shqipëria si Kolumbia në 5 vendet kryesore në botë për prodhimin e drogës, materiali në faqen 4. Në titujt e tjerë, SBA-ja rrezon draftin Rama. Nën sekretari amerikan e shtetit ka deklaruar se reforma në drejtësi do të bëhet me konsensusin e opozitës dhe duke u bazuar tek Venecia, delegjitimohet trafikimi i deputetëve. Komision hetimor për skandalin e përgjimeve, shkrimi në faqen 5. Këto ishin titujt tek rilindja demokratike, vim tani te Gazeta Integrimi, botimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Materiali kryesor i kësaj gazete, Ministri i Bujqësisë në SBA panariti mbështetje dhe asistencë amerikane për zhvillimin e bujqësisë. Ministri i Bujqësisë i pranishëm në tregun e prodhimeve organike në Washington, takime me zëvendës presidentin e kompanisë Abraxis, David Dierdorf, dhe me ish kongresmenin Mike Sodrell. Në titujt e tjerë, Romina Kuqi zgjidhet kryetare e forumit, Lëvizja Rinore për Integrim zhvilloi konventën zgjedhore në Puk. Veçojmë në titujt e tjerë, Ylli Manjani, ndryshimet e shpeshta në kodin penal, humbje të logjikës së proporcionalitetit të tij. Promovimi i luginës së Valbonës, ambasadorët e Italisë, Hungarisë, Kroacisë dhe Australisë vizit në perlën turistike të veriut. Ekspeditat arkeologjike Gjirokastër shtohen turistët europian në kërkim të qytetit antik të Antigones. Pasurit natyrore të zonave malore ndikojnë që mjalti shqiptar të jetë me vlera tralla, potenciale për bletëricit, shkrimi në faqen 3 tek Gazeta Integrimi. Shkojmë edhe tek Ballkan për sot, materiali kryesor i kësaj gazete. Instituti i Sigurimeve Shoqërore, të rritet mosha e daljes në pension, skenarët, ekspertët deklarojnë tendencat janë për moshën 70 vjeç, shtesa që do të përfitojnë pensionistët në datën 1 gusht, materiali rreth skenarëve të ISSH-s për pensionet botohet tek Ballkan për sot. OSHE, skemat e reja, këste fikse 2800 lek në muaj për debitorët familjarë. Lista me emrat ishte për ndjekurit e gjallë që s'kan marrë asnjë këst dhe u është miratuar dosja. Kompensim financiar fizik, publikohet formular i ri, Agjencia e Trajtimit Pronave, hapat e procedurës dhe fondi në dispozicion. Pas vizitës së Nuland, zbardhet propozimi i Shteteve të Bashkuara për reformën në drejtësi. Shpërthen NATO, Greqia kaltroje po flirton me Putinin. Në rubrikën e përçdomëngjesshme, Klubi i Ballkanit, sot materiali këtë e di edhe Bufi.
Ju tregoj byron politike të vitit 1984, flet gazetari amerikan, Shqipëria në prag të vdekjes së Hoxhës, hapja me Italinë, konfliktet Hoxha-Sheu dhe prurjet e reja në Polibyro në atë kohë. Bankat rrisin interesat e kredive, shkrimi në faqen 6. Opinion nga Desada Metaj, Viktoria Nuland dhe Ileqarët e Tiranës. Koment nga Klodian Tomori, bilanci mediokër i ekonomisë. Një shkrim nga Erben Lalla, Kociasi shkarkoi diplomaten avranite që nuk votoi kundër Shqipërisë. Ishin titujt e Ballkan, vime dhe tek Sport Express për sot, materiali kryesor i gazetës Sport Express për sot, gjithçka në Champions. Shkruan Sport Express, presidenti Demis përmbahet, premton 150.000 euro për kalimin e turit ndaj Ferencvarosh. Partizani sigurohen shërbimet e ishit të Lionit, Kris Hyseni prezantohet zyrtarisht të Volas, në faqen 2 dhe 3 materiali në brëndësi. Në foton kryesore, Kuksi nuk ka frik nga Austria Vienës, ka 2 fish premio, drejtori klubi Dervishi flet për afrimet e reja në skuadër dhe kërcenon austriakët. Protagonisti Kuqezi, hysa i Napoli ka një problem me klauzolën, agenti Gjufredi takohet me drejtuesit e klubit, por ende s'ka akord. Dritja e rrogës është prioritet dhe do të kënaqet si kërkesë nga klubi, por vlera e kartonit më pas mund të bëhet pengesë. Skënderbeu, a bazin e Europë, tifo për Partizanin, Vllaznia flet Cungu të vonuar, shpresa vdes e fundit. Tirana, Daja tjetër zyrtarizon martesën bardhe blu, rreth afrimit të Hyundai's tek Tirana. Flamurtari, ekipi sezonit të ri, përvojë dhe të rinj. Prezantohet Ancelotti tek Bayern Munich, do të luajmë si me Pepin, tekniku i ri bavarez, ta në konferencën për shtyp se nuk do të ndryshoj shumë nga skuadra, sepse Guardiola ka bërë një punë fantastike, flet për gëcen, merkaton dhe për rezultatet. Dhe në titujt e tjerë, fest dhe dështim në Francë bën gafën e madhe, Lisbona shpërthen. Ishte përgatitur autobusi i hapur me të shkruar faleminderit kampion, ndërsa kryeministri Hollande i priti pavarësisht humbjes, kampionët zbarkuan në vendindje mes turmës. Personazhi Veni Vidi Vici, Ronaldo, Europiani, kapitulli i fundit për të. Kishte fituar çdo gjë me klube dhe individualisht, por i mungonte trofeu me kombëtaren. E ngriti si normal duke i shërbyer skuadrës nga fusha dhe stoli. Makineria perfekte e një futbolli modern, profil personazh me Cristiano Ronaldon. Dhe me titujt e gazetës Sport Express përfundojmë pasqyrën e shtypit, shkojmë në hapësirën publicitare muzikare dhe vijojmë mëtej me të ftuarin ton për sot rreth analizës dhe zhvillimeve politike të fundit. Nisim edhe bisedën për këtë mëngjes sotëm, jam me zotin Frok Qupi. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, profesor. Faleminderit për prezencën në studio. Gazetar, analist politik i prezent sot edhe në faqen e parë, gazetës Koha Jon tek dritari aty dhe ku shkruan shpesh, apo më saktë dashuria e vjetër, e zotit Frok Koha Jon. Ka qenë shumë aktiv këto kohë, profesori, apo jo? Edhe në median e shkruar, ka qenë një periudhë ku nuk keni mbetur indiferent. Të ka lexuar gazetat edhe e kam parë shpesh në artikuj. Unë nuk di që ka ndodhur me shtypin. Sigurisht që e marrë me kampionatin përndaj. E hoqëm qafë. Po ishte dhe, si me thënë, ngjarjet ishin dinamike. Kishte një larmi ngjarjesh, e vetë ngjarje brenda vetes që të shtyn kapësh ishte, si me thënë, është ka përcyer momenti i besimit të verbër ndaj i besimit të verbër dhe i atyre votuesve që kanë votuar majorancën. Tashmë është thyer dhe në atë moment kur arrin pikën që zbret si thua besimi, fillon të prishet, atëherë fillojnë ngjarjet. Në Shqipëri kanë filluar ngjarjet politike dhe prandaj është edhe dinamika, prandaj është dinamizmi i zhvillimeve. I zhvillimeve. Unë kam përcjell edhe një lloj titre, po të paktën edhe si bosh të bisedës zoti Frok drejt një finale e pam. Tani do të shohim, kemi për të parë dhe një finale tjetër që është ajo 21 korrikut. E anoncuar si një seancë e cila pritet kaloja mendimet kushtetuese dhe që i referohet reformës së drejtësi. Kam frikë se nuk është aq e qartë sa që është finalja e Europianit. Natyrisht. Kam përshtypjen se është shumë parciale, kam përshtypjen se atje ka shumë element dhe përgjithsisht ajo reformë po merret në blok. Domethënë po merret si një gjë që duhet bërë patjetër.
ushtron disa pyetje, sidomos ne gazetarët kemi të drejtë të bëjmë pyetje, nëse jemi politikan. E para se jemi politikan në parlament të verbër që duhet të mendosh siç mendon grupi. E dyta, gazetarët janë më të shkath mendërisht se sa politikanë. Kështu që kjo është një reformë që është një reformë me pikpyetje shumë të mëdha. E para pikpyetja që shtron ju, a do ketë një finish, a do ketë një kurorëzim. Po ajo kryesore çfarë ndodh është se çfarë është kjo reformë, askush nuk di çfarë është kjo reformë. Ne kthehemi mendimeve të vjetra, ose si thua attitudave të vjetra që me që ka thënë partia duhet bërë një gjë. Mirë, po jemi në ka një përplasje, ka një përplasje midis shoqërisë hapur ku jetojmë tani dhe një procesi të mbyllur. Procesi i reformës është një proces i mbyllur, është blank, është i verbër. Asgjë nuk dihet çfarë është kjo reformë, përse bëhet, ka thashë theme, ka kërcënime, njëra palë kërcënon tjetër se me këtë reformë do të burgos, nëse nuk bën reformë prapë do të burgos. Kjo është çështja e parë. E dyta është një produkt i huaj. Sa kohë që është një produkt i huaj, do të thotë që e gjithë periudha 25 vjeçare e demokracisë do të thotë që nuk ka ekzistuar, bëhet nul, bëhet zero. Produkti pavarësisht se nga vjen, nuk mund të jetë, vjen sigurisht nga lati kryesor, nuk mund ta neglizhojmë e tjerë, por në ligj, natyra e ligjit shkon paralel me natyrën e kombit. Natyra e kombit nuk pranon natyrë tjetër. Çfarë përplasje do ketë midis ligjit që do vihet dhe vetë natyrës kombëtare. E treta, realisht çfarë është thelbësore, a do të përmirësoj drejtsinë? Unë nuk jam i qartë, unë nuk jam i sigurt, dhe jo vetëm unë, por gjithë ekspertët e drejtësisë ose mendimtarët e të drejtës nuk mund të mendojnë dhe s'kan të drejtë të mendojnë se kjo do t'jap drejtësi për individin. Cilën lloj drejtësie do t'jap, cilën lloj krimi do të ndëshkojë. Pra janë shumë pikpyetje, sigurisht, shtrohet problemi dhe ka deputet që kanë shtruar problemin e sovranitetit. Vim në pikën që kemi thritur e bërtitur, jo gjithë teoricienët e ideatorët e demokracisë kanë vetëm këtu, por dhe në përbot kanë kaq kohë që thrasin se në kohën që goditet, që një kombë goditet nga krimi, ai nuk mund të ketë sovranitet. E shikon që ne tani s'kemi sovranitet shtetëror. Për arsye, ku ta kërkosh? Individi në Shqipëri është gati, nuk mund ta përfiturojë sovranitetin përballë krimit. Domethënë, në psikozën e tij, lufta kundër krimit është, ose si thua, çlirimi nga krimi, është 1000 herë më shumë e vlefshme se sa sovraniteti. Ai jep sovranitetin shtetëror, jep sovranitetin politik, jep sovranitetin kombëtar. Gjithçka jepet. Ka pikpyetje shumë të mëdha. Është një pikpyetje tjetër shumë e madhe që ju vërtet përmendet kampionshipin e në mënyrë metaforike sigurisht, por ka edhe një kampionship tjetër në pjesën tjetër të kombit shqiptar, që është Kosova. Kosova, po ju e lexuat sot gazetat, edhe për ditë. Domethënë shkruhet o jetë o vdekje, përse për demarkacionin dhe për deri tani ishte gjykata speciale, tani është demarkacioni. Domethënë, ne ndodhemi tani siç jemi një kombi i privilegjuar i këtyre 20 viteve, ne ndodhemi tani në një trysni, po ndodhemi vetëm ne shqiptarë. Çfarë ka ndodhur? Në Kosovë kërkohet gjykatë speciale që ndërshkon vetëm shqiptarët. Në Shqipëri kërkohet një gjykatë speciale, një FBI special që ndërshkon vetëm, siç thuhet, vetëm politikanët. Megjithatë ka një rezistencë të fortë politike, zoti Frak. Rezistencë në heshtje. Shikon, ka dy pamje ndaj rezistencës politike. Unë duhet besoj pamjen e dytë, domethënë pamjen pozitiviste. Ka një pamje që thuhet se, dhe kjo i përket më shumë shtresave të ulta që mendojnë se këta duan të mbrojnë veten e tyre, prandaj dhe unë nuk e ndaj këtë mendim, sepse një deputet, një kryeministër, një ministër, një ish kryeministër, siç po thuhet, është aq i ndërgjegjshëm, është aq i ditur sa që nuk mund stopoj
rrjedhën e luftës kundër krimit. Në qoftë se dikush bën krim, padyshim që një ditë do ta paguaj. Po unë besoj pjesën tjetër që politikanët, parlamentarët, unë nuk i fus të gjithë në i thes, si thuhet në gjuhën popullore, po. Një pjesë Po ka një princip. Ka një princip që duhem të dim çfarë është reforma. Sepse ne kemi ligje. Ne me këto ligje që kemi shikuar, ju pat që në Ballkan u arrestuan, u burgosën 14 mëkatar të trafikut të drogës, dhe 7 prej tyre ishin shqiptar. Domethënë me ligjet që kemi ne mund ta ndëshkojmë krimin e madh. Atëherë pse na duhet një ligj tjetër? Këtë pikpyetje bëjnë politikanët. Na duhet sepse i duhet Amerikës, siç po thuhet. Atëherë ta themi qartë, ta themi hapur, jetojmë shoqëri të hapur. Pse duhet të kemi reformë të mbyllur? Ky është problemi me sa kuptoj unë disa politikanëve që kanë arritur të bëjnë pyetje. Nuk është fjala se ne po kundërshtojmë aleatin, po vetë aleati, të dërguarit e aleatit të madh Amerika kanë bërë gabime të mëdha. Praktikisht qëndrimi i ambasadorit i cili u bë nul prej nën sekretares së Shtetit të Shtetet Bashkuara Zoris Nuland. Vetë qëndrimi për të thirrja për ta miratuar reformën pavarësisht nga konsensusi. Rekrutimi një nga një i deputetëve. Eksportimi i demokracisë. Ne po në këtë rast, në këtë moment, ne kthehemi një shtet ku eksperimentohet ideja e mbrapsht e eksportimit të demokracisë. Demokracia nuk eksportohet. Praktikisht, po tentohet nëpërmjet zyrtarëve të vegjël të Shtetit Bashkuar të administratës Obama, po tentohet të eksportohet demokracia. Një teori që ka falimentuar në lindjen e mesme. Një teori që ka falimentuar në Iran, që ka falimentuar në Afganistan, ka falimentuar në Irak, ka falimentuar në Libi. Përse duhet eksportuar tani demokracia, teorisjanët amerikanë, udhëheqësat amerikanë e dinë që nuk eksportohet. Megjithatë u artikulua plani B, plani C, po dhe plan D. Këto janë krijesat të mediave dhe të njerëzve që lëvizin nëpër media. Jo, nuk është plotësisht krijesë e mediave, se një plan e artikuloi dhe kryeministri. Okej, sigurisht edhe kryeministri reporter është. Domethënë një gazetar i gazetës Koajon, domethënë ashtu vazhdon të arsyetojë si gazetar i gazetës Koajon. Unë nuk mund të them sepse dhe i dëgjon nëpër korridoret e politikanëve të vet, plani B, plani C etj. Ky është produkt amerikan, askush nuk di se ç'është. Ky është problemi. Problemi se dikush duhet të di çfarë është. Domethënë duhet të di çfarë është. Sigurisht që unë nuk paragjykoj që mund të jetë një gjë e dobishme ose jo e dobishme, nuk shikoj fare dobi. Por një ligj për tu vendosur tek një komb duhet të ketë cilësitë e kombit. Padyshim, është themeltare, është themeltare. Domethënë një ligj që nuk ka kualitetet e kombit nuk mund të implementohet, nuk mund të realizohet. Ju e dëgjuat edhe nën sekretarin e Shtetit të Shtetet Bashkuara, Victoria Null. Në një moment caktuar, nuk e di se si ajo mund të analizohet në të gjitha rrethanat, pa ajo tha që unë ju bëj thirrje patriotëve shqiptar për reformën. Do të thotë që shkoi tek thelbi i kombit. Thelbi i kombit tonë është i thrasim patriotizmit, pastaj ajo mund të analizohet, mund të shkoj pak më tutje, se mund të bëhet thirrje për nacionalizëm, se nacionalizmi në Ballkan është po vazhdon të paraqitet një rrezik. Po kështu që përsëri një politikane me eksperiencë arriti të kapë që në Shqipëri duhet të funksionojë. Ishte thirrja e fundit? Nuk e besoj. Amerikanë nuk kanë kur thirrje të fundit. Jo thjesht si Amerika, por last call s'ka Amerika, kur, edhe ball përball me, edhe sherifi përball një kriminelin deri vitet e fundit nuk ka pasur last call. Kështu që veçanërisht një politikë e matur, një politikë e maturuar e Amerikës nuk ka kur last call. Amerika vetë, administrata amerikane është në inxitim, sepse Obama po le pushtetin. Administrata do të plotësojë disa punë, nëse kjo është një çështje administratës. Zhvillimet në Amerikë janë të tilla që askush nuk di se cili do jetë presidenti i ardhshëm. Presidenti i ardhshëm që
paraqitet që njerëzit mendojnë se vërtet mund të jetë është një president që ka kërkuar ndryshime shumë të mëdha. Ndryshimet e mëdha mund të prekin edhe eksportimin e demokracisë. Për shembull, Amerika mund mos jetë më një eksportuese e demokracisë. Kështu që preket deri diku edhe reforma në Shqipëri, kjo që quhet reformë, nëse kjo është afatgjatë. Nëse është një problem. Ne nuk e dim pse bëhet. E keni vënë re, le të flasim sinqerisht. Ne nuk e dim pse bëhet reforma. Disa thonë për të burgosur politikanët mund të burgosim në kodin penal ekzistus. Është një reformë populiste e paditur, që do të thotë se gëzohu ti se unë do burgos të tjerë. Nuk realizohet demokracia në këtë mënyrë. Nuk mund të bëhet demokraci me produkte negative. Do me thënë, në qoftë se unë burgos njerin, bëj demokraci për tjetër. Nëse pa mundur, nuk funksionon. Ne kemi burgosur në socializëm, kemi pasur 6.000 të burgosur politik, po demokraci s'kishim. Duhet bëj paralelet tamam. Po, çështja problemi themeltar i kësaj gjë janë dy gjëra. E para, reforma a jep demokraci për individin, edhe unë s'po e shikoj gjykundin. A jep liri për individin, ne kemi demokraci, po s'kemi liri. Do me thënë, a jep drejtësi. E para, dhe e dyta është në një shoqëri të hapur, po a implementohet një proces i mbyllur. Që shikon një seancë të zakonshme në 21 korik, që është njoftuar për... Mund të bësh Kasandrën, po dikush, atje ka dhe përçarje tjera pastaj. Atje ka përçarje tjera... I referohesh të letrës djeshme? Po letra djeshme, po interesa të tjera, po se deputetët pjesa më madhe janë shumë të thjeshtë në mendim, nuk janë njerëz që mendojnë se vallë do bëhet demokracia apo s'do bëhet. Por dikush mban përgjegjësi për një reformë të tillë dhe nuk e di nëse ran armët e ambasadorit. Ambasadori kishte vënë diçka në vijë për ta bërë atë për ta bërë reformën edhe në mënyrë jo demokratike. Pa demokraci. Mirë po, me sa duket sinjalet që shkuan në Washington nuk pajtoheshin me politikat demokratizuese të Amerikës dhe i bën thirrje që të heqë dorë prej rekrutimeve. Pa rekrutime nuk mund të bësh unitet në parlament. Parlamenti shqiptar bën unitet ose në kohën kur nuk ka çështje shumë të mëdha dhe urdhëron partia, ose në kohën kur blihen deputet. 94 deputet është e pamundur të arrihen duke zbatuar, edhe sikur t'ishte për zbatuar politikat rekrutuese. Që do të thotë se ne po bëjmë një reformë, nëse po bëhet një reformë, po bëhet një reformë që nuk i takon qytetarit, individit. E para, e dyta, po bëhet një reformë që po e reformon drejtësinë, po e reformon politika që në fund s'ke që bënë, sepse në këtë situatë jemi, por më rëndësishme është se po bëhet një reformë në mënyrë të pa reformuar. Do të thënë, me një parlament pa reformuar, me një parlament akuzuar si inkriminuar, edhe ka pranuar vetë parlamenti, dhe me metoda jo demokratike. Kjo është problemi shumë i madh. Megjithatë, zhvillimi i djeshëm interesant i pasdites ka të bëjë dhe me letrën e një deputeti tashmë të larguar, Lat Kosta, dhe që ishin gjithë mediat sot, qoftë edhe për mënyrën e tij, batutat apo edhe për mbajtjen, edhe një mllef i akumuluar shumë që në fundit, paktën dhe koha jonë kishte shumë gazeta të shifra të përmendura dhe mbi të gjitha ajo që vlente ishte fjala mosmirënjohje. Çështja ka dy. Ladi është një, le të më lejoj ta thras kështu sepse Ladi është një individ, është shumë individual. Është një ka individualitetin e tij. Ai ka reaguar disa herë, nuk është herë e parë që reagon Ladi. Ladi nuk futet shumë kollaj në braz, në linjë, në grup, në populizëm. E para, në rresht. E dyta, me sa thuhet, Ladi dhe arritjet e tij i ka për shkak të punës së tij. Po, ai nuk ka bërë pjesë. Shiko si dalin gjatë rrugës, dalin gjërat.
ai është rekrutuar në të mbajt. Ai ka punuar në gazetën Rilindia Demokratike. Ai nuk që në ditët e para të krimit të demokracisë, ai ka qenë krahu tjetër, ka qenë pikpamje tjetër, ka qenë iniciativë tjetër, ka pasur një liri tjetër. Ne kemi punuar për të bërë një demokraci antikomuniste, ta është pjesë e komunistëve. E shikon që nuk rrinë bashkë, e para. E dyta, atje ndodhin shumë gjëra, dhe vjen Ladi që është më i ndjeshëm për këto, po atje ndodhin jashtëzakonisht shumë gjëra, ndodhin shumë krime në rekrutimin e njerëzve, në pagesat. Ju e dini që ne jemi një komë, sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara, që prodhojmë aq shumë drogë sa përmbushet shifra 340 milion euro. E tërë ky prodhim që krahasohet me shtete të fuqishme të prodhimit të... Kolumbia apo Jamaika shkruan dhe shtypi sot? Kolumbia bëri marrëveshjen e paqes me Farkun. Atëre, mbase vallë, si me thënë, reforma në drejtësi, reforma amerikane në Shqipëri ka për synim të vërë në kontrol Kolumbinë shqiptare, se keni dëgjuar ju që në buxhetin e shtetit të ketë një zë të caktuar sa para hyn nga droga? Asgjë. Që do të thotë se tëra shkon për politikanë, shkon për qeverinë. Që do të thotë se Kolumbia Farkun e kishte jashtë qeverisë. Ndërsa ne kemi Farkun brenda në qeveri. Domethënë avionet e drogës janë të qeverisë, prodhimi janë zonat qeveritare ku fitojnë deputetët e qeverisë. Lazarati që ishte i djathtë, ju hoq droga dhe ju vu të Pelenës, ju vu Vlorës. Që do të thotë se tu krimi është shumë i madh. Dhe Ladi thjesht prek një pjesë, pastaj një kom që prodhon 2.6% të GDP-së së vet i ka nga prodhimi i drogës, një shtet që ka këtë gjë dhe këtë prodhim të drogës e kontrollon vetë qeveria, do të thotë se të janë kufizuar tërësisht lirit. Nuk mund të jesh më i lirë. Ju e dini, Kolumbia që është me 48 milion njerëz, 8 milion kanë ikur refugjat vetëm për arsye e thjeshtë se është një vend ku prodhohet drogë dhe ku krimi është në kul. Nuk mund të qëndrojë njeriu në një vend ku ka krim. Shqiptarët kanë uhatur që këtu ka krim dhe kanë ikur. Janë zënë vendin e dytë në Gjermani, pas Sirisë. Kemi një problem shumë të madh. Ne jemi në rrethana shumë serioze, kriminale. Jemi në rrethana shumë serioze të kolumbizimit. Kolumbizimi këtu, mos harroni që Kolumbia ka 51 vjet që jeton në ndarët e botës zhvilluar dhe në ndarët e ushtrisë kolumbiane kundër Farkut. Po mendoni që një vend kaq i vogël, një vend kaq i pazhvilluar, ku njerëzit thonë lëre më qeverinë, le të shes drogë. Është kjo histori. Që do të thotë se lidhjet e individit këtu po fundosen jashtëzakonisht shumë. Por reagimi do ishte shumë i egër në një moment caktuar. Mirë, zoti Frok, faleminderit. Faleminderit juve. Koriku i nxehtë është për nga Stina. Por edhe nga zhvillimet. Por edhe nga zhvillimet, po ndoshta mund të bëhet akoma më i nxehtë apo mund të jetë një vjeshtë e nxehtë. Dhe kjo është jemi në batutën e fundit. Nuk ka as vjeshtë të nxehtë dhe as verë të nxehtë politike, për shkak se ka një shkëputje. Kombi nuk ka lidhje shumë me qeverinë, dhe qeveria nuk ka lidhje shumë me kombin. Domethënë nuk është pasionant kombi ndaj qeverisë, dhe qeveria nuk është e dashuruar pas kombit. Kështu që janë ndarë këto të dy gjëra, kështu që nuk do kemi asgjë, ka një akull në mes. Ka një akull të përjetshëm në mes, kështu që nuk pritet asgjë nxehtë. Asgjë nxehtë. Mirë, ishim me zotin Frok Çupi, gazetar dhe analist politik, gjeni shpesh me shkrimet e tij tek faqet e gazetës Koha Jon. Ne do të shkojmë në hapësirat e tjera. Publicitet për momentin dhe më pas bëhemi gati me shef krenarin dhe pjatën e tij edhe për sot. Dhe ja kur rikthehemi në studio edhe për minutat në vazhdim, natyrisht në këto ditë nxehta gjithmonë më tepër mendojmë për plazhe, destinacionet e duhura, kajoshje të gjitha natyrave, dhe pse është e vështirë të zgjedhësh, ose mund të zgjedhësh në varësi të buxhetit. Absolutisht është në varësi të buxhetit, edhe pse për hir të së vërtetës, në një farë mënyre, një pjesë pushimeve njerëzit dhe i konsumuar me Franca? Po, një pjesë të buxhetit do të thoje. Deri diku, kështu që janë më të tërhequr për sa i përket shpenzimeve aktuale. Ka qenë një sezon i ndarë në mes,
në Francë, tashme për të bërë pjesën tjetër, me gjitha të tashme shko ofertash, se kapa me kaq, e kapa me aq, me 5, me full, etj. Oferta dhe last minute do t'ishin shumë të mira, me gjitha të Gjithmonë ofertat e last Bora minute. si të duket për shumë. Bora është një... Pas Francës përballohet apo pak vështirë? Është një joshje më vete, në fakt është një nga destinacionet për cilën ndërrohet gjithmonë gjatë viteve të jetës për ta vizituar qoftë një herë të vetme, dhe në fakt nuk ndodh rastësisht kjo, por fakti që është një nga destinacionet, le themi një turizëm tashmë të kultivuar, të zhvilluar me një perlë natyrore, të cilën nëse mund të rezervoni një kuotë parave gjatë sezonit dimror, besoj mund të krijoni të paktën shansin për ta vizituar një herë në jetë, apo jo? Një herë po. Ose në të kundër të vizitojmë kështu në mjetinë se arti që sjellim ne. Po, shohim se që ndodhë në këtë vënd, aty ku paktën naturisht edhe shqiptarë kanë pakët, në numër e kanë frekuentuar, por gjithsesi si mbetet një nga vijat pregdetare apo perlat e plazheve në gjithë botën. Më të preferuar. Më të preferuarat për të mos edhe kryesisht edhe për qetësinë respektive. E vërtet. Jemi në kohë sezoni, jemi në sezon plazhi, jemi thuajse në aortën e sezonit, në mes të korrikut, kështu që vlen edhe pak freskim, ndjekim insektin dhe shkojmë në plazh. Ishulli Bora Bora është ndoshta ishulli më i famshëm në botë. Legjendat, isteret dhe romancat që shoqërohet në fjalën Bora Bora i sillin këtij ishulli një pamje pothuajse mistike. Vërtet, Bora Bora është një vend i mrekullueshëm për të kaluar pushimet, dhe kjo pamje magjike nuk është e paarritshme. Pjesë e kësaj magjepseje domosdoshmërisht është bukuria e pabesueshme e ishullit. 2 maja të larta, shkëmbi tërësisht të zi ngrihet mbi qendrën e ishullit, duke krijuar një sfond mbreslënës mbi ujin blu që të verbon syt. Laguna e Bora Borës është i pari më i çmuar, e cila i lejon udhëtarit mundësi të ndryshme për ta shijuar në mënyra nga më të ndryshmet. Rrëshitje në ajër, jet ski, zhytje me polumbar, not, prehje në diell, kjo listë vazhdon. Bora Bora është një përvojë që ja vlen të përjetohet, një vend mrekullisht relaksues dhe një ishull fantastik për të përjetuar. Pushimet në Bora Bora nuk harrohen kurrë. Ishulli Bora Bora gjendet 240 km në jug të Tahitit, në grupin e ishujve e levar të Polinezisë franceze në Oqeanin Pejsor. Ky është një ishull i quajtur si parajsa në planetin Tokë. Karakterizohet nga një lumpamje të mrekullueshme që rrallkund apo askund nuk i gjen dot. Plazhet janë fantastike, ujë kristal i pastër, rëra në nuanca nga më të paparat në planet, mot i mrekullueshëm plot ngrohtësi gjatë gjithë kohës. Gjithkush do të donte të shkonte atje, dhe ndërsente nuk mundemi, së paku shijojmë këto pamje. Bora Bora është padyshim ishulli më mitik i ishujve të Pejsorit, mbetet gjithmonë ishulli i ëndrave. Të sapo martuarit në muaj mjalti dhe romantikët nga gjithë bota kanë pohuar se Bora Bora, ku mali i ngjash me një kështjell, otë manush po në qiellin mbi lagunën si kristal, rrethuar nga kabinat mbi ujë, duke ofruar kështu një veçanti magjike në këtë mjedis të jashtëzakonshëm. Shpatet e harlisura tropikale dhe lëndina të lulëzuara me trëndafil të egër, ndërkohë që seri ishujsh të vegjël koralor rrethon lagunën në formën e një barseje delikate. Plazhet ideale me rërë të bardhë sprapsen nga ujërat ngjyrë smeraldi, ku peshqit e të gjitha ngjyrave të mundshme japin jetë kopshteve koralore. Ma e shumë sa është shkruar për Bora Borën, ende është e vështirë të gjenden fjalët e duhura për të përshkruar magjinë që buron nga ky ishull. Parë nga lart, Bora Bora është krahasuar me një smerald të vogël në sfond të brustë, rrethuar nga një varse me perla vezulluese. Aeroporti ndërtuar nga ushtria amerikane në vitin 1942
ndodhet në një grup ishuj koralor rrethuar me palma, rreth 20 minuta me varg nga fshati kryesor Vajtape. Disa elementë të tjerë të prezencës amerikane janë 2 topa të mëdhenj të fshehur në kodrat e harlisura që ngrihen mbi lagunë. Pamja e Bora Borës nga aeroporti vërtet të lë pa frym, dhe ndërsa udhëton drejt lagunës, e kupton menjëherë pse kjo është zona më të rejse për shumicën e vizitorëve. Bora Bora është pak i vogël dhe mund të shëtitet me makinë brenda 1 ore. Komplekset turistike të Bora Borës kanë pritur vizitor për më shumë se 40 vjet, secili kompleks turistik projekton për zgjedhjen e vet unike të eksperiencave romantike, nga të cilat mund të zgjedhin të ftuarit. Shumica e hoteleve dhe komplekseve turistike aktuale janë ndërtuar në ishujt e lagunës që rrethon Bora Borën. Shumica ndodhet pranë lagunës dhe malit të Bora Borës dhe ofron intimitet absolut në kabinat mbi ujë, ujëra të pacionuara dhe pamje të jashtëzakonshme. Hotel Bora Bora ka qenë hoteli i parë në botë që ka paraqitur idenë e kabinave mbi ujë. Me disa përjashtime, këto lloj kabinash edhe sot gjenden vetëm në Polinezinë franceze, për shkak të lagunës së mbrojtur dhe baticave e zbaticave vërtet të qeta. Për vizitorët, mjedisi piktoresk dhe magjepse si Bora Borës ofron mundësi të pafundme. Magjepse nga laguna e Brusë në ditët e pafundme të zhytjeve me periskop dhe polumbar në ujërat më të kthjellta e më të ngrohta në botë. Emocione pafund mbi ujë, në lundrime me kanoe, hobi ket, rrëshqitje në ajër, të fluturosh me balona mbi ujë dhe lundrime gjatë natës apo musgut, eksplorime të pamjeve panoramike në safari me foristrada, zbulimi i blerjeve origjinale të artit origjinal, perleve dhe pundorzve. Resorte turistike, çmimet relativisht të ulta prej $200 për një natë në dhomë çift, ushqimi mrekullueshëm vendas dhe luksi që mund të shijohet në çdo cep, e bëjnë Bora Borën një ishull që duhet vizituar patjetër një herë në jetë. Një karakteristike Bora Borës janë shtëpitë, të ideuara e të ndërtuara nga fantazia e vetë banorëve të ishullit të vogël. Shtëpitë të gjitha njëkatëshe në Bora Bora janë të ndërtuara nga truri, kashta dhe xhami. Njerëzit thonë, përpara se të vdesësh, duhet të vizitosh së paku Bora Borën, ishullin e pushimeve perfekte të çdo stine të vitit.
Natyrisht janë destinacione turistike, të cilat Të lëm pa frym. pa frym, pa fjalë, në fakt mundësit nuk është se janë shumë të mëdhaja për gjithë secilin për t'i frekuentuar, por në fakt si çdo sezon përfliten kush i ka mundësit, por mundësit respektive i përkasin le të themi Turqisë, Greqisë apo dhe jugut shqiptar. Megjithatë, 3 stacionet kryesore. Mundësit kanë ndryshuar, të paktën edhe me agjenci turistike shqiptare të cilat kanë avancuar dhe vit pas viti sjellin destinacione që ne i shinim thjesht në internet dhe na dukeshin kështu të paprekshme tashmë, janë të mundura, madje me oferta të kapura në kohë, disi më herët mundesh edhe që për një kohë caktuar të jesh për shumë në destinacione që deri dje thonim e ka mëndër. Sot mund të preket edhe Bora Bora është fakt që është vizituar nga një pjesë e shqiptarëve, jo masivisht, sepse natyrisht kanë kosto edhe kërkojnë buxhete të veçanta, por tashmë në një farë mënyre nuk duken edhe kaq skeptike. Ne kemi sugjeruar Bora Borën, disa ditë më parë kemi parë dhe Meksikën si një destinacion joshës dhe i jashtëzakonshëm, ku shkohet dhe kalohet shumë bukur. Dhe jam e bindur gjatë këtyre ditëve të verës do t'japim disa sugjerime, kështu që ju që jeni ende në dilema mundemi ne t'ju ndihmojmë nëpërmjet këtyre inserteve. Thjesht edhe t'ju ripërcjellim pamjet për të fiksuar edhe një herë se realisht çfarë do të gjeni nëpër destinacionet respektive. Mirë, të paktën në këto minuta të radhës, le t'ja çojmë sportit në aspektin e ka qenë një muaj i ngjeshur për Iris Vërtetës edhe me pjesën sportive. Stella ka qenë tifoze me Portugalinë, më thanë, jo? Po, në fund po isha me Ronaldo, se qau shumë. Me Cristiano Ronaldo në gjithë. Jo, qau shumë dhe u preka ditën e fundit edhe pse Franca ishte... U preke për atë... Jo, ishte shenja e shansit, i tha flutura mos qaj, tha Ronaldo, se do të qeshësh në fund edhe ashtu rezultojmë, sa duket, edhe pse Franca erdhi keq, fati nuk e ndihmoi se në lojë dhe kishte dalur mban. Okej. Natyrisht, ne do të përcjellim pamjet, festa ka qenë shumë e madhe për Iris Vërtetës edhe në Lisbon, por në sheshin qendror aty ku janë pritur edhe kampion të rinj të Europës për herë të parë, natyrisht edhe treshtuar në palmaresin respektiv të atyre që kanë fituar kampionatin europian, pamjet cilat i shkojnë pikërisht festës respektive në Lisbon, po më tej edhe me autobusët e hapur me kampionët e Europës në fuqi. Një titull i cili i shkon i tëri për merit skuadrës portugeze dhe që ishte krejt jashtë për pritshmërive respektive në fillim të këtij kampionati europian ku gjigantë mëdhenj ishin favorizuar për të qenë pjesë triumfuese e këtij eventi. Në fundit Portugalia përfituar edhe nga përplasjet cilat i kanë dalë përballë si skuadër, nisur edhe nga skema, dhe në krahun tjetër aty ku ekipet e mëdha u përballën me njëri tjetrin dhe kështu që në një farë mënyre nxorën jashtë njëri tjetrin për të kaluar pra në finalen respektive të datës 10 korrik Portugali-Francë. Festa ka qenë shumë e madhe në Lisbon, pikërisht në kryeqytetin portugez. Cristiano Ronaldo ka fituar gjithçka. Sikundër e përcillte edhe sot një profil personazh në Sport Express, ka fituar gjithçka, i mungonte pikërisht ky trofe me skuadrën përfaqësuese të futbollit. Në një farë mënyre ai trofej i cili mungon Leo Messit, një gjeni dhe një magji në futbollin botëror. Sikundër Messi tentoi, provoi, por sërish dështoi edhe këtë radhë me Kupën e Amerikës në ditët e para të fillimit europianit që përkonin me mbylljen e trofeut Kupës Amerikës. Pamjet i referohen pikërisht festës portugeze në sheshin qendror të Lisbonës pas mbritjes së trofeut në Portugali dhe që ka të bëjë pikërisht me këtë triumf të arritur dhe ndoshta ku vetë portugezët nuk e kishin menduar që do të mbrinin deri këtu. Një skuadër e cila të paktën sipas kalkulimeve më të fundit, skuadra përfaqësuese por edhe Federata Portugeze në mbyllje të këtij eventi përfiton diku te 25.8 milion euro deri në mbyllje si dhe fituese e kampionatit europian, shifra këto të cilat janë vendosur paraprakisht nga UEFA. Sikundër e theksova dhe pak më lart, Cristiano Ronaldo ka marrë gjithçka, është fituesi UEFA Champions League me Realin e Madridit, është fituesi i kampionatit europian me Portugalinë dhe kështu në një lloj mënyre është automatikisht edhe fituesi i topit të artë për këtë vit, paçka se gjithçka do të vlerësohet dhe do të vendoset në dhjetor të këtij viti, por fakti i trofeve të fituar e bën atë të pakapshëm dhe të paarritshëm
përsa i përket edhe vlerësimit nga ana e kapitenëve, trejnerëve, por edhe gazetarëve, që ka vendosin të gjithë në unison fituesin e topit të artë. Nëse do të kishte fituar Franca, ndoshta mund të ishte këpuca artë e këtij europiani, Antoni Griezmann, një alternativë më vete, por Griezmann ka mjaftuar të marrë suksesin e tij personal, por nuk ka mundur do të shpallet kampion Europë. Goli Eder, i cili ka qenë një personazh shumë në hije tek Swansea, një skuadër në Angli, ka bërë atë që askush nuk e mendonte dhe Portugalia shkon triumfuese në vendin e saj. Cristiano që merr gjithçka, është fare afër edhe trofeut të radhës të topit të artë dhe tashmë ul siparin një event i tillë për t'i lënë hapësirë edhe futbollit në rang kompeticionesh në vende të ndryshme, sikundër është dhe UEFA Champions League, ku ditën e mërkurë, pikërisht nesër, do të zbres në fush Partizani, përsa i përket përfaqësimit shqiptar, skuadra e Partizanit me hungarezët e Ferencvarosh, por edhe Kuksi që do të luaj ditën e njëjtë në turin e dytë të UEFA Europa League me skuadrën austriake të Austrisë së Vjenës. Në turin e parë, Kuksianët eliminuan Rudarin e Malit të Zi, ndërkaq që ka një kundërshtar shumë të vështirë, atë të Austrisë Vjenës, një skuadër me peshë, me emër dhe me traditë në kompeticionet europiane, por interesi dhe kurioziteti është shumë i madh tek ekipi i Partizanit që do të përballet në UEFA Champions League me Ferencvaroshin, një telenovel më vete edhe kjo e përfaqësimit shqiptar këtë vit dhe këtë edicion në Kupat e Europës, për të vetmin fakt që skuadra e Partizanit nisi me Europa League dhe përfundoi mbi bazë të vendimeve drejtësisë të marrë pjesë në Champions League. Do të ketë nesër përballjen e parë, pikërisht me Ferencvaroshin, përballje e cila do të përcillen edhe në transmetimet respektive, por edhe në komentet dhe opinionet e pjesës medias, përsa i përket këtij përfaqësimit të parë të Partizanit në Champions League, por jo si kampione e vendit, por si nën kampione për shkak të dënimit të Skënderbeut nga ana e Kasit dhe UEFA-s për një vit mos pjesëmarrje në Kupat e Europës. Interesi dhe kurioziteti është i madh, luhet futboll edhe në këto ditë të nxehta koriku dhe rikthehen skuadrat shqiptare në qendër të vëmendjes për të patur edhe ato mundësinë e tyre për të avancuar më tej dhe për të mbushur edhe ato arkat respektive të klubeve, sepse është një mundësi më vete për të sa më shumë turet kalosh, aq më shumë dhe të ardhurat rriten. Ka futboll në çdo vend. Mbaroni Europian, po vazhdon, nuk ka pushim. Tashmë është momenti për të rikthyer pak vëmendjen edhe në zhvillimet e futbollit shqiptar, duke qenë se emocionet e Europianit ishin shumë intensive përgjatë një muaji të tërë. Le t'ja lëm Portugalisë shihimin, le të themi, të këtij trofeu, i cili erdhi në formë të çuditshme, të mundshme deri në fund. Megjithatë, me sa duket edhe ne nuk mbetemi pas për zhvillime, por i kishim lënë në hije, apo jo Gerti, duke qenë se Europiani ishte prioriteti kryesor. Mirë, jemi thuajse në fund. Do ikim dhe për sot, duke përshëndetur edhe miqtan që dhe sot në këtë ditë nxehtë, ku Motis sqaron se temperaturat do të kalojnë mbi 40 gradë Celsius. Kështu që mbrojtja duhet jetë maksimale, temperaturat arrin maksimumin. Po vën me vete? Po patjetër, ose ajër të kondicionuar në rastin më të mirë. Ose futuni në një vend me ajër të kondicionuar, ndryshe bëni esape me vapën dhe me tensionin, kryesisht për moshat që është tërësisht e parandaluar. Tërësisht e ndaluar kjo faktin për moshat e mëdha për të shmangur këtë vapë të nxehtë, sepse krijon edhe probleme shëndetësore, vërtet. Edhe situatat e ndërlikuara shëndetësore. Kaq ju lëm në transmetimet e Departamentit të Informacionit, takohemi bashkë nesër sërish, her pas here, Stella e tha, do t'ju përcjellim dhe do t'ju rivëm në kujtesë edhe le të themi destinacione turistike që i përkasin momentit. Pavarësisht se një pjesë e tyre kanë ndarë mendjen, përfshirë edhe ty, ka përshtypjen, I kanë bërë ofertat. Se çdo të bëj këtë vit. Natyrisht që po, megjithatë ka dhe nga ata që funksionojnë në minutën e fundit. Kështu që ju përshëndesim të gjithëve nesër në orën 7 të jemi sërish. Mirupafshim. Mirupafshim.